SPAK nuk ka ndaluar në punën e tij. Momentalisht lajmi është se zonja Belinda Balluku, sipas informacioneve kryesisht burime konfidenciale brenda prokurorisë posaçme, njoftojnë se zonja Belinda Balluku do të merret e pandehur nga prokurori Dritan Premçi për shkak të një si thuash të favorizimi. Për ta thënë për publikun, zonja Balluku ka shumë dosje në SPAK, mendohet se janë 9 të tilla me denoncimin e fundit ose kallëzimin e fundit të zotit Bardhi pranë prokurorisë posaçme, por dosja në fjalë ku mendohet se prokurori Dritan Premçi do të marrë zonjën Balluku të pandehur, ka të bëjë me favorizim në tendere, që si nen është një nen i cili nuk ka një kozjate të madhe në burg, dhe për shkak se zonja Balluku është dhe deputete, po përveç se është ministre dhe zëvendës kryeministre, besoj ose mendohet ose gjykohet nga ekspertët kryesisht këta të jurisprudencës që zonja Balluku nuk do kërkohet heqja e mandatit saj nga Kuvendi i Shqipërisë, pavarësisht se zërat janë se do të kërkohet heqja e mandatit. Unë nuk gjykoj se do të hiqet mandati zonjës Balluku, po përmes mundësisë që ai jep ligji, prokurori Dritan Premçi do t'i japi masën detyrim paraqitje, pasi thuhet se javës tjetër do thritet zonja Balluku, do thritet në SPAK, dhe sipas informacione brenda prokurorisë posaçme, i është kërkuar që të marrë me vete dhe një avokat. Për dosjet që rëndojnë mbi zonjën Balluku, të paktën për ato që dyshohet se kanë bënë me afera korruptive, i është shtuar dhe afera më e fundit e Thuman Kasharit, po janë dhe disa afera tjera. Zonja Balluku ditëve të fundit është në një stuhi, ndoshta, ose në një përplasje, ndoshta edhe mundësish mediatike ose idesh se është apo jo pjesë e aeroportit të Vlorës, apo çfarë lidhje ka zonja Balluku me aeroportin e Vlorës, miratimi kontratave atje të zotit Pacolli dhe në konfliktin që ka me pronarin tjetër që është zoti Ademi, ku thuhet, ose siç e kemi thënë dhe nga kjo studio, që zonja Balluku jo vetëm në rastin e zotit Ademi, pra me cilët mendohet se është prestanome për aeroportin e Vlorës, dhe me një rastin tjetër një biznesmeni shumë të fuqishëm në Shqipëri, i cili përpos kompanisë së tij të produkteve ushqimore ka ndërtuar një hecë dhe atij i ka kërkuar përmes njerëzve të tjerë prestanome pas bërjes së investimit të marrë përqindjen e saj sa i takon për termocentralin. Meqense biznesmeni nuk pranoi, pas 3 vitesh punime që bënte termocentrali, e shpallën ose shteti e shpalli në kërkim. I njëjti fat e pret dhe zotin Pacolli, i cili mendohet dhe thuhet se është kërcënuar nga zyrtar të lartë, tani kërcënuar. Është bërë një formë presioni se nga zyrtar të lartë shtetëror që thonë se duhet detyrimisht të jap 49% të kompanisë të aksioneve apo kuotave të kompanisë së tij për aeroportin e Vlorës, t'ia kaloj zotit Ademi, i cili fijet e tij shkojnë deri në drejtuesit lartë të shtetit, apo të ministrisë, apo zëvendës kryeministit, e ndoshta edhe kryeministrit. Në lojë është zonja Balluku, ose ku ka të paktën aferat më të mëdha që janë bërë në këtë vend, multimilionshë, disa qindra milionshë në Shqipëri, sidomos atë të rrugës, tunelit Llogaras, rrugës Kombit edhe çdo afer tjetër, del emri i zonjës Balluku. Zoti Dumani, me sa duket nuk ka ndërprer punën e tij, të paktën sa i përket çores para drejtësisë të gjithë këtyre individëve që deri më sot i kemi quajtur të korruptuar. Ka pas një reagim nga zoti Gazvend Bardhi sot, ne mediat e dinim pak a shumë që do kishte një zhvillim të fundit për sa i përket zonjës Balluku, e kemi thënë disa herë nga kjo studio për shkak të një konflikti të hapur që zotë se
ndahet midis të bëj intro jam me kolegun Ermal Peçi se u zgjata shumë po thjesht për dhënë një pasqyrë se çka ka ndodhur. Se ne her pas here i themi, po nuk i themi të plota për shkak se s'duam të jemi as më shumë për shkak etike dhe mësuam të jemi spekulant në raport me publikun. Çështja e etikës është kryesore për vetëm në arsye Anri që ne shpeshherë tregojmë të kujdesshëm edhe për informacionin që dim, sepse si është ajo puna këta duan të bëjnë ndonjëherë, po të them atë edhe në shashk. Nuk dua ta përdor si term, por pihet është një term botror që qarkullon, e ka pasur Rama, pastaj ka kaluar Sajmir Tahiri e tjerë me radhë, sepse këta ti marrin pastaj dhe thonë hajde na i vërtetoj informacionet që ti di. Edhe ato ja zgjidhim kollaj. Jo, po janë procesi që ti do të shkosh në gjyqë, ai thot tani kur ti ke një sër dosjesh dhe këta të hapin probleme mbi probleme që është e lodhshme në këtë kontekst. Në Shqipëri mbaron mbas 10 vjetësh. Nëse ka ngel ky shtet te gjyqet jo them në kontekstin e asaj çfarë përdorin. Patjetër. Nëse ka ngel ky shtet tek gjyqet e lirisë së shtypit dhe të fjalës, ku ka me mira dosje, sikur se i pande nga ngjarjet më të fundit, mira dosje në gjykat, cilat sorrollaten, dhe janë dosje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me pronën apo ndoshta edhe me profesionin e dokujt, që është hequr me padrejt nga puna dhe disa çështje tjera të rëndësishme në vend. Tani po morën me këtë pjesë, unë këtë luftë, si thuash, këtë betejë e kam nisur për shumë vitesh normal dhe kjo nuk më të regjyqim, nuk më ka ndaluar në njërë tema të që është temë si kontekst e përdorin si form presioni, jo se ndalon apo jo, po them thjesht tregohet njeriu tregohet për një arsye etike, tregohet i kujdesshëm sepse e di në fund që nëse ai shkel në 3 unë s'dua të bëj, nuk dua të bi nuk mund të kujdesin që tregojmë më sepër, s'dua të bi pre si thuash një informacioni që keq përdoret. Po, të kaloj pak tek çështja. Dhe prandaj kemi thënë tek çështja do kaloj direkte. Prandaj kemi thënë që her pas here kemi thënë që zonja Belinda Balluku ka një konflikt hapur me Edi Ramën përpos llogarisë. Pra ekziston një konflikt me Edi Ramën dhe një llogari që ka për sistemin e drejtësisë. Ajo që shikoj unë. Edhe opinioni publik. Zonja Belinda Balluku e drejton Ministrinë e Energjetikës që nga viti 2019 deri sot që flasim. Paralelisht, në vitin 2022, ajo u bë zëvendës kryeministre e Shqipërisë dhe e mban atë post edhe sot që flas. Pas largimit të Arben Ahmetaj. Po, pas largimit të Arben Ahmetaj. Madje në atë kohë kur zonja Balluku mori edhe këtë portofol, unë jam artikuluar dhe kam thënë që rreziku që të përsëritet një Ahmetaj 2 është evident. E kam thënë këtë jo se kam ditur gjë dhe unë jam njëri që di shumë edhe thash ndonjë gjë që nuk e kanë thënë tjerët. Por fakti kur delegohet shumë pushtet dhe fakti se si është korporuar dhe se si është punuar nga Partia Socialiste dhe nga qeveria e Edi Ramës, shpesh herë ndodh që do të bëhen koka tuku sepse vetë Edi Rama nuk do të bëhet kokë tuku. Është gati ka i të shesi të gjithë, që ka aty ti marri dhe ti vej të gjithë në paket dhe vetëm të jetë vetë Nësë mund të themi të shesi gjithë, nuk e kam të në kontekstin se po thamë sheti duket sikur Edi Rama e ka drejtësinë dorë dhe ka bën asnjë punë. Jo, ai mund të shesi politikisht. Po Rama mirë e marr, pastaj e lçoj, është politikisht. Ai e kam në kontekstin politik kur them e lëshoj, nuk e kam në sensin. A themi informacion më tepër? Po, që Rama ka kërkuar dorëheqjen zonjës Balluku, por ai nuk ka pranuar. Kjo është lufta. Kjo është një luftë që është hapur brenda PS-së dhe është evidente për interferenca ekonomike, politike, por mbase di dhe çfarë e rëndojnë pozitën e saj. Madje unë ta kam thënë dhe më përpara që zoti Rama as u ka pasur ndërmend ta riemëroj. Po. Por ajo ka qenë një masket për të ardhur këtu ku jemi sot, sepse zonja Balluku sipas atyre informacioneve që kemi nga burimi konfidenciale e ka kërcënuar në thojza Edi Ramën. Sot flitet qofse mbytem unë do të marr me vete. Po, sot flitet Anri për rrugët e Florinta. Pra, kështu janë si metafor. Po. Sepse kemi parë që shumë prej investimeve kanë kaluar me qindra milion euro dhe kemi parë pastaj që se si rrëshkasin rrugët, se si nuk janë në standardet e duhet, paktën sipas ekspertëve që i kanë evidentuar këto ngjarje. E dyta është që